Të nderuar miq të Verium Sport, jemi në prag të fillimit të pjesës së dytë të Supersfidës Vllaznia dhe Dinamo. Pjesa e parë është mbyllur me fitoren e Kuçi Bluve me rezultatin 1-0 me gol të shënuar nga kapiteni Kuçi Blu Bekim Balaj. Kam këtu pranë një emër super të nderuar. Ish futbollistin më i njohur për shumë skuadrave, por Dinamo është ajo që spikat më tepër, por ekipi kombëtar, por duke mos lënë në harresë dhe Vllaznin e Shkodrës ku ka kontribuar në Kupat e Evropës dhe sidomos në sfidën përballë ekipit të Austrisë së Vjenës. Qyteti Vllazni, na si e veçantë ju takoj në tribunën e stadiumit Loro Borishi në këtë stadium ku vite më parë që quhej Bojo Kushi, ju ishit në formacionin e Vllaznisë ku fituat në 2-0 ndaj ekipit të Vjenës së Austrisë. Si po e ndishni të ndeshje me emocion patjetër, patjetër një dinamit i ka hershëm, por me një pjesë të Vllaznisë. Jam vallë parë emocioni vjen thjesht nga ajo që si Vllaznia si Dinamo kanë qenë për mua, kanë qenë në dy klubet më të mira të Shqipërisë në kuptimin e të luajturit futboll. Do me thonë, janë ekipe që e kam pëlqyer gjithmonë që të luajnë futboll. Dhe si thosh, atë rezultatin final, se si përfundon ndeshja, e kanë pas lënë në harresë, me thonë në vend të dytë. Hajde, hymë fush, luajnë futboll. Edhe më duket se kjo traditë po vazhdon edhe sot. Edhe pjesa e parë sotme po ecën natë parimin. Natë parim, natë si mas me gjithmonë si mas këndvështrimit tim. Si u duk pjesa e parë? Drejt rezultatin 1-0 për Sa parë, dëgjoj. Po të gjykon në kuptimin e rezultatit 1-0, unë më them që mund të ishte edhe 1-1, sepse po shikonim të ripërsëritur disa herë nëpërmjet aparateve që disponohet stafi. Pashu, Dinamo ishte shumë pranë golit parasimit. Teknika e bardhë e penaltisit në momenti kur për ai gjuhët e priti portierin. Edhe në kuptimin që pra sa po ka filluar pjesa e dytë të nderuar shikues dhe menjëherë një rast i goli për skuadrën Dinamo. Edhe po shifshim rastin e Dinamos. Fillimisht neve na u duk offside, vendimi drejt i gjyqtarit, kur e pa të përsëritur, nuk ishte më shumë offside pozicioni, për mos me thonë që ishte shumë më i favorshëm për Dinamo se sa rasti i Vllaznisë. Do me thonë, në këtë kuptim, shikoj një qëndrim të dyfish të gjyqtarëve dhe më vjen keq për një gjë. Sepse ky qëndrim nuk është vetëm në një neshje. Dinamo ka neshje pas neshje që po i vuan këto. Unë nuk e kuptoj. Mu më vjen keq që janë rrallë pa. Jo thjesht se kam dujt me Dinamo vite rrallë dhe ku ta diun njërin tjetër. Po më vjen keq sepse del një person, siç është presidenti i Dinamos, dhe investon për Dinamo. Pas kaq vitesh që Dinamo lan harres në kategorinë e parë që quhet, pra në kohën tonë quhet kategoria 2. Sepse e humi, pra u harru, e mori, investoi, boni dhe ka bërë një ekip solid dhe ka bërë me staf shumë mirë, duke filluar që nga trajneri Lirdaj dhe vazhdoi pastaj me radhë me lojtarë me djathtë. Kështu që bashkë me ju kanë udhëtuar edhe disa pjesa më e madhe, specialistë, pjesa më e madhe edhe në këtë kuptim. Pse do ta prishim bukurinë e një neshe vetëm gjykimet? Thash edhe herë, nuk është vetëm një neshe, këto është bë vazhdimsi. Në vazhdimsi, këto është bë në vazhdimsi, po vetëm për këtë më vjen keq. Vllaznia filloi neshen shumë mirë. Dinamo pas golit them që u përmirësoi ndjeshëm lojën e saj. Si parashikon pjesën e dytë, do të arrijë Dinamo të barazojë apo Vllaznia mund të sigurojë 3 fish? Kam besim Dinamo. Pra i parashikim për mbylljen për barazimin. Ishim me Shqiptari Vllaznin e famshëm të futbollit shqiptar, ish futbollistin e kombëtarës, por me një pjesë kontributi tek Vllaznia. Atëherë, faleminderit edhe unë ju uroj Vllaznisë suksese. Faleminderit Vllaznin.